Shej bin Bazi Allahu e mëshiroft thot: rukja është një nga metodat më të mira për të kërkuar shërim dhe mbrojtje nga Allahu. Kur njeriu e përdor rukjen në mënyrën e duhur, ajo bëhet një mjet për të mbrojtur nga sëmundjet dhe e keqja, duke e lidhur besimin dhe kërkesën për ndihmën vetëm me Allahun. Ajo nuk ka efekt nëse nuk bëhet me besim të plot në fuqinë e Allahut. E ka thënë në Mejmu al-Fatawa, Po, Mejmu al-Fatawa, do të thonë ato fetvat që i ka dhënë i ka me ato vëllimet Mejmu al-Fatawa libri i tij. Kjo çështje është shumë problematike. Edhe të ne edhe në krejt botën. Kjo punë e rukjes. Rukja, Allah i shpërblef që i bin Bazi shumë bukur e ka. Me pak fjalë shumë bukur e ka. Dhe me thonë, unë e baj rukje dhe ti ban rukje. Që shembull në di, që edhe këmishat një seki. Po, a ka mundësi me të marrë shembull? Po, mërë që? Ti ban rukje, a me lexon elhamdulillah i suratul Fatiha, mirë. I e devotshëm. Nuk është prapa via jote me fitu pare, me bon pare. Edhe pse kjo nuk guxim me mohune, normale. Që suli ka nevojë për me fitu dhe me harxhu. Edhe unë, tash ti, do më thonë, e ban rukjen mirë, e lexon Kur'anin mirë, e ban me je i devotshëm, me niyet pastër, me niyet mirë, po. Edhe unë tash i kundërteje tash. Po, rukëgjiu tjetër. Po. E lexoj alhamdulillah atë shpejt sa që nuk e marr veç nuk e di ç'kam të thonë. Jo, s'jam i devotshëm. Nuk jam i devotshëm, namazet më iki, nuk falem me xhamat, janë 2-3 ditë falem, as falem. Edhe me niyetin 100% vetëm me fitu. Jo me niyetin që Allahu të mbojë shkak dhe sebeb që dikush shërohet nëpërmjet rukjes time. Pare, të fitoj pare. Këtë ka dash me thonë Shqipin Bazi. Do me thonë tash rukja o sunneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Muhamedi s'nami ka këndu njerëzive suratul Fatiha. Ka argumente. Diku ja ka këndu alhamdulillah shërua kështu me radha. Po. Edhe tash në bazë të fejës tonë, të pastër, ne e kemi trashëguar këtë. Edhe sot i kësaj dite kanë nevojë njerëzit për rukje dhe do të kenë nevojë deri sa të shkatërrohet kjo botë, që është shumë normale. Po njerëzit që kanë më marrë me këtë, ata janë pyetje, kush janë ata? Interesant, shumë pak njerëz që janë shkolluar dhe janë devotshëm mirë me këtë punë. Shumë pak. Edhe unë i kisha këshillu veten dhe të gjithë ata që mirë me këtë punë. Fillimisht në të lexojnë Kur'anin si duhet. A për me lexu Kur'anin si duhet, duhet me shku te hoxha me mësu. Te hoxha, te profesorja, ku do që është? Duhet me lexu Kur'anin mirë. E para, e dita, bonhyj të devotshëm. Devotshmëria i Shqipin Bazi, e përmenda për në fillim, ka pas ditori. Ama edhe devotshmëria ka bo ma arrit emri i ti këtu ku ka arrit. Jo vetëm ditoria. Jo, se dja kënë të gjuhë, në kohën e Imam Malikut. Edhe Imam Maliku e ka shkrujt librin e tij Al-Muwatta, ama edhe dikush tjetër ka shkrujt njësoj librin. E cili imam është përmendet tash? Imam Maliku. Po Imam Maliku pse ai tjetër përmendet? Po ndoshta në jetën e ka pas të keq. Bon të famshëm. Po ndoshta ka qenë ziliqare dhe ka humb. Ka humb brenda vetvetes, askush nuk e njeh. Edhe tash ne kemi njerëz që te ne i quajnë rukjexhi, u kisha thonë njerëz që ju këndojnë se rukje i vjen me i lexu dikujt Kur'an, suret posaçme, ose gjithçka që i lexon njëri të Kur'an është në rregull, edhe janë disa lutje që i ka bo Muhamedi sallallahu që kanë të bëjnë me rukje. Për shembull, a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Nuk është ajet. Është hadith që ose kur fillojnë bismillah rqiq min kulli shen yu'dhik min aynin hasidin Allah yashfik. Se kjo puna e magjisë, puna e zilis kanë me qenë. Deri sa të shkatërrohet kjo botë, deri ditën e gjykimit. Mirë po, rukjexhi duhet me qenë devotshëm. Duhet me qenë devotshëm dhe duhet me lexu Kur'an mirë. Edhe në jetë i tij mos me qenë me arrit të pasuria. Se secili njeri që i bën mirë, vallahi komo të thonë një dhuratë, një hedije.
Edhe pse unë s'am të e kundërshtu, a duhet mi kërku të holla dikujt që i ban rukje, nuk është tema aty. Tema ose këta që këndojnë Kur'an, duhet me qenë devotshëm. Se niyeti rregullon punën, asgjë tjetër. Sheikh Ibn Bazi thotë që rukja është një nga metodat më të mira për të kërkuar shërim dhe mbrojtje nga Allahu. Do të thonë rukja funksionon, ta sqarojmë, apo? Po. Në shumë smundje, sidomos shpirtërore, psiqike. Shive, tash te ne, shembull, nëse vin dikush të unë të konsultohet, do të valloj sam diçka mirë. Ka dy në aspektin psiqik, ka aspektin fizik, nuk e zgjumi, ka stres, ka gajle, ka probleme. Unë i tha, ma ke qenë të mjeku? Po thot, valla kam qenë të mjeku, po mjeku, se edhe mjek tash e din këtë punë, edhe kanë ditë. Edhe ma herët kanë ditë, edhe dinë kanë me ditë. Po shive, ti nuk je për të ne, po është mirë me kërku. Tash ndim, ta zjallartë, ne muslimat, i qem njerëzit ta zjallartë, apo? Është ashtu. Po. Edhe tash, në momentin që Sheikh Ibn Bazi, po e fetfa që rukja metod më e mirë dhe më e bukur për me e kërku shërimin, se nuk do me thonë se për askën se në garantojmë. Si ka dikush thot t'jap 10.000, o 1 milion euro mi dhënë. Nëse Allahu e ka vendosur me sprovu, sprova vazhdon. Nëse Allahu e ka vendosur me të shëru, ka më ra dikush sebeb, shkak. Ki hoxha i hoxh, tash e ki pa dhe të xhallartë, edhe të djemteri që mirën me këtë çështje. Unë ma asnjë s'kam problem, të gjithë i njo, edhe uroj se të gjithë ata t'jenë në ose të punojnë për dobinë e popullit tonë. Apo? Do me thonë, ne s'kena të bëjna tash me ata që bëjnë rukje. Kena të bëjna me fetfane Ibn Bazit se a është, as është. Se ka dikush nuk ta pranon këtë. Unë e mbaj mend në 2002 pasi u ktheva nga studimet e bëshim muhabetin e hijamës. Hijama, po. Edhe shumë be njerëzit e kanë kundërshtu. Fillon një spital me po, hijam ja mirë. Ronaldo kur janë nisi me po. Po s'ka lidhe të emre, Ronaldo ai tjetër. Do me thonë, momentin që e bën dikush tjetër, hijam ja qenë ka mirë. Në momentin që vetëm feja e urdhëron, hijam ja s'qenë ka mirë. Aja mi qartë, edhe kjo punë e rukjes njësëja. A e ka urdhëru, a e ka preferu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vallahi ka khair, këtë ka dobi. E mirë për ata që e kundërshtojnë. Edhe si janë njerëzit, kur t'jenë zor, nuk e ka gajle. Edhe në derë të hasmi që kanë. E që të do shtë munalës? Para qkak, unë i këshilloj të ditë njerëzit, inshallah Allah nuk na sprovon me kështu raste, por në qëfëse jemi të sprovuar, është mirë me kërkundi. Nuk prish mu. Kërkimi i ndihmës, fatkeqësisht ka plot që kanë abuzuar me çështjen e rrugës. Kanë keq përdor. Kanë keq përdor. Ndash në aspektin financiar, ndash në aspektin e moralit, ndash në çdo aspekt, ka të thojza rrugëzit që kanë keq përdor. Edhe po dalin në për rrjetet sociale keq përdorues. Një këshill për këto hoç që keq përdorin çështjen e rrugës për po kjo kthehet te biseda që e bënëm në fillim. Ai e keq përdor se ai mendon se vetëm kjo dunja është. Rukëxhi do laverxhi. Ai rukëxhi që e keq përdor një familje, një njeri të sëmur, një njeri të prekur nga magjia, nga zilia. Vallahi ai jo që e ka humb këtë dunja. Po nuk ka që ka kërkon në dunjana tjetër. I mjeri aj. Shumë keq që ka punë. Mashallah, shumë keq që ka punë. E që me thonë me lujt me një njeri që ka brenga. Ta kërkon ndihmën. Ka problem ku mardh. Thuj, ose nuk mundem me ndihmu asë, jo, me keq përdor. Dikush i keq përdor jetima, dikush i keq përdor njerëzit të sëmur, edhe ai mjeku atje. Edhe ai mundet me keq përdor pacientët e sëmur. Pa pas nevoj me operacion, e ban operacion. Inshallah, nuk ndodh asnjëherë kështu. Abuzues. Abuzues me arrit e parja. Edhe këta që bëjnë rukje, duhet me qenë të devotshëm, ne përmenda në fillim. Leximi i Kuranit nivel, sa më bukur, sa më mirë, nga ngadalë, e dita devotshmëria në pyetje.
Edhe e treta mos me shku me njetë me fitu pare, por jo me shnosh, po me kjo e me puna e ndihmu. tretë diskutabile, më kupton. Se njerëzit kanë nevojë se këta rukje e gjitë, thonë po ne s'kena kohë mu marrë me punë tjera, që është e vërtet. Se e Okej, thirrin ama jo me ditë kone natës, jo se thirrin qëllimi. mëngjes, s'ka lidhje, kënë rregulla. Më kupton. Janë disa çështje debative, diskutabile, nuk mund me prej. Ama këto ditë parat po. Nuk mundet askush mu me më thonë valla filani, o rukje e gjia, ama unë e njoft që nuk e devotshëm. Është mirë mi thonë, zotnime së merr me këtë punë, si ti më i semur se çata që po mundosh mi shëruje. Shive kjo rukja ka të boje me një botë që ekziston, botë e gjinëve, Po. do më thonë janë krijesa, edhe ata Zoti ka kriju, që edhe ata kanë kombe të ndryshme, kanë fetë ndryshme, jetojnë, martohen, kanë fëmijët e tyra, u kupton? Ti tash jenë luft, nëse unë më pyetja e sëmundja që nënkuptohet se në herë se me gjinë qenë ka sëmundja, edhe zili, nëse unë pyetje zilia, pak e ndihmojnë, ai djalli, shejtani, e ndihmon këtë punën e zilis, ti je hin luft me një botë të panjohshme dhe Të i dukshme. panjohshme, që nuk e shef, realisht edhe mundun me të bëjë shumë keq. Po, ne, po. A njeh njerëz, unë njoh njerëz që pak janë marrë me këtë punë, shumë herë kanë pas probleme. Edhe devotshëm kanë qenë. Ti hin luft me ata. Hin luft për shembull me një fuqi shumë të madhe, as je i përgatitur. Vetëm arrit të parja. Mos e ne i ke fitu 10.000, 100.000 euro, 1 milion euro mundesh me fitu. Nëse 10 milion kemi e dhënë, nuk mundesh me dal. Prej atij problemi. Ta kthejmë pra prej se zë herë po e kthejmë prej fillim, po. Po. Se ndonjëherë po zgjerohemi pak më shumë se sa duhet, ndoshta. Zgjerok, Do të thonë ai që bën rukje, duhet me pas parasysh e para. Leximin e Kuranit me një jetë mirë edhe devotshmërinë. E treta, është e vërtetë që nuk bën këta punë për parë. Ama a duhet më dhon, duhet më dhon. Se ato s'kan punë tjetër. Omo jo shumë xha 1.000-2.000 euro. E ta shive. Unë pa çka tham, jo që as nuk e mbroj, as nuk e kundërshtoj. Unë nuk mirem me këtë punë për vetë. Do një fëmijë, unë ka problem. Se kjo kërkon kohë. Ti nëse ke një punë tjetër nuk mundesh më marr me këtë. Njerëzit kanë gajle, kanë probleme, kanë brenga. Ai të thirrën 4 ora në mëngjesit. Thirrën 7 ora. Thirrën kohën e drekës. Ti tash më shkon në xhami imam, a më shku taj se ju ka se morë, ku e di unë dikush të shtëpia. Edhe shumë problem ban. Edhe tash kjo rukja me të vërtetë ndihmon njerëzit. Alhamdulillah. Nuk do më thonë që i shëron, po në moment caktuar i stabilizon, i qetëson. Ndodhe dhe që i shëron, vallaj. Unë nuk thash Absolutisht. që nuk i shëron. Po, inshallah, para çka ka të janë. Po. A nuk do më thonë që më një herë të shëron. Po da po. A më e qetëson. Po. E qetëson për mes me bëndë atë problemin që e ka bo. A hoxhë, para njove bona një shkurtes, një shorts tëndën që ki qenë podcast të na, u bo virale, kur thatë që ne shumë i na taptis magjia, ka dale se nuk, s'do me thonë që ki magji ose i smur për gjinve. Shive, mundet me pas njeriu haset, zili. Po dhe? Ama zilia vjen nga faj janë. Shive këtë telefonin. Ama ka familje dhe ka njerëz që as gjanë nuk ban pa reklamu vetën. Kam hangë. Në filan restorani unë drejk. Në filan punë unë. Në filan vendi unë pi kafe. Në filan vendi unë fëmijët e mi sot e kanë marrë vendin e parë, kanë marrë vendin e pensë, kanë kalu me pensë, kanë kalu me dheqe. E ka kri fakultetin, se ka kri fakultetin. Jam të shku në pushim, ka mu këthin këtë datë, ka me shku në këtë datë. Mos e njerëzit kanë zilishu. Edhe zilia vjen nga familja e ngushtë, nuk vjen nga ato që nuk njohin. I veni nati? Po në qoftë se ti e reklamon vetën, edhe ai prej Amerike ka me të xhelozu. Edhe ai prej Australie ka me të xhelozu, se atë që e ke arrit, ti e se në arrit. Kjo katastrofa, nuk bën kështu. Ama ka njerëz xheloz, ka. Sepse thot Zoti, kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab
wa min sharri naffathati fil uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. O Zot më mbroj nga sherri dhe nga e keqja atij që ziliqar. Ai që ka hased. Hasedi mund me si dhe me zemër. Ama ti pse mundson? Tash në këtë rast ajo ziliqar, ama edhe ti fajtori. Se ja ke po penalin. Po ti e ke bo gabimin. Unë ku e di çfarë të mirë e ke ti? Po mos i tregove të mirat, nuk ka patjetër mi tregu të mirat, nuk e ke obligim. Edhe tash unë po them si o xhallar, shumë herë një djalë i ri ose një vajzë e re ka një problem, më një herë më kanë bën magji mu. Jo, nuk do më thonë që ke magji. Mundesh me pas kri lartësi, mundesh me mendu se gjithçka që shef në film edhe e vërtet në jetën tënde. E ki pa ata filmat që i shohin. Unë shumë herë kam përmend 200 ato filmat serik që janë. 200 orë na shkojnë, 500 orë, 1000 orë në vjet. 5-6 djem du një vajzë me e marë. Në fund e vdes. Lene se ata në film se ne marrin, për edhe në tjerë të mërzitmi se u kriti si... A jam i qartë. E ti tash si vajzë, si djallë, me ndonë se atë që e shef film mundesh me realizu dhe në botë. Ose i tjetë në film, shkon ban pare shumë, ban pare që të mundohesh me bon si aj. Ose i tjetë ku e di une... A e kupton tash, ne në një aspekt kina him filmin e huj. Ne kina filmin tanë. Edhe duhet me punu dhe me vepru në basë mundësive që i kemi. O, të shpytja e fundit dhe kësaj tema është shoh shumë në rrjetet sociale, në mesazhet që u vinë hoxhallarëve, në komente shumë gjinia femërore janë shumë vezvese në këtë aspekt. Kam magji, a shkruan ki hoxha, a e ki numrin e atij hoxhës. Shumica e tyre nuk kanë magji, as nuk kanë vezvese. Vezvese. A ka mundsi një këshill për motrat tona? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, ai djalli, ai i cili i bën vezvese, i u pushpërit njerëzve në gjoks. Nuk i lë rahat. Min al-jinnati wan nas. Ata mundon me qenë edhe për njerëzve edhe për xhinëve. E tash ne mos t'ja lëm fajin së në herë xhinëve. Po duhet më lëm fajin edhe njerëzve. A mos shumë të vetvetes. Me çka e mbron ti vetën që po do me qenë rahat këtë botë? Për shembull, po, ka rregulla në fe. Thot rima abdes, falë namazin kohë, lexo Kur'an, meru me vepra të mira, jep sadaka, në asnjërin prej këtyre nuk e realizojmë. Pastaj hoxha, Allah jam vezvese, po si me të shërun. Unë edhe me ardh me të bon rukje, me të këndu, kam me të adhon terapien. Apo te mjeku kur shkon, atjep terapi, atjep ilaçe, atjep barna. Nëse nuk i pi ato barna, shërosh. Jo. Ose shërosh, apo kalon një kohë e gjatë. Edhe thash, ata që unë do njerë bëhen vezvese. Që njerëzit mendojnë që në xhallar me lagje më di. Direkt në xhenet kena me shku. Nuk ka njeri që nuk mund vezvese. Këtë në varet këshërimin se e kemi përgatit. Atë mbrojtje nga vezvese se e kemi përgatit. Kurani dhe suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elhamdulillah ne këndon. A ka shembull rregull në fe. Kur të bish me flet, bjen krahun e djathtë, e këndon suratul Fatiha, e këndon kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas. Edhe gjithë secila forcë që nuk e shohim, nuk të shef më, i bën shperde. Ama ti nëse bjen tu fjalos me babën, e tu fjalos me nanën, bjen me flet, ose me bashkëshort, ose me fëmijët, askund si ke punë, në krahun e majt, tu shajt, duke në nëshmu njëri tjetër, pastaj nuk e më zexhumi si kam vezvese. Po të vezvesën vetë e sjell. Pastaj është mirë njerëzit mos shkojnë direkt te hoxha. Ka psikolog të ne? A ka psikolog? Po pse janë ata? Pse janë ata? Për këta çështje. Edhe psikologjia deri diku i shpjegon mirë çështjet. Nuk ban mirë na shkalu shkencat. Hoxha Abdul Fuga thot adresa e parë është psihiatria. Pastaj hajt në rukje se. Po normale me mire ka hoxha Abdul Fuga. Allah i shpëbleft për punën që e bën. Se edhe i ka punë të veta, ndonjëherë ngushtojmë. Edhe i për hatër. Shumë herë për shembull mua më ka thonë nuk kam kohë. Po edhe neve po na ngushtojnë.
Dikush më kushton, më kushtoj hoxhën. A jam i qartë. E qartë. Se cili nuk mundet me e bon këtë punë. Vallahi, kjo punë e randë, nuk ka punë e lehtë. Rukja nuk ka punë e lehtë, se ka të bëjë me xhelozi, me magji, me inate atë shumë të forta, sa që habite se pse s'jam mirë. A ta kthejmë njerë, mos bëhemi shkak ne që njerëzit na xhelozin. Bëhu i thjesht, mos e tregas pasuri, nuk ka nevojë me tregu ti sa parë i ke fitu sot. Nuk ka nevojë me tregu sa të mira i ke. Nuk ka nevojë me tregu ku ke mu thtu, ku ke mu knaq. Inshallah Allah subhanahu wa taala ti mundson knacit duke mos i te kalu rregullat e fesë në këtë botë, vazhdo jetën tënde ti, unë jetën time. Edhe gabimi më i madh ne me xhelozu muslimanët ose njerëzit në të mirat që Allahu ka dhënë atyve. Po. Vallahi, çato të mirat, Allahu që ti ka dhënë ti, me dhënë mu, ndoshta unë kisha gabu. Duhet me qenë ti kënaqur me të mirat që i ke, unë duhet me qenë i kënaqur me të mirat që i kam. Ti duhesh me qenë i kënaqur me sprovat që i ke, unë duhet me qenë i kënaqur me sprovat që i kam. Nuk ban me ngatru. Ti kishe pas ti, mos ti kisha pas unë. Ja. Zoti e di më së miri se cilin e nagradon në këtë botë edhe cilin e sprovon këtë botë. Allah të shpëlbeft.